Fenera, mirë se erdhe, knaqësi që jemi bashkë. Mirë se u gjeta, knaqësi. Një aktore që tash më ka marrë zemrat e publikut, po besoj që tash je fiks në kulmin tënd kështu të karrierës. Qysh është kjo pjesë? Qysh mundesh me menaxhu ndoshta pjesën e të qenurit fytyrë publike në njëjtën kohë edhe me pas një jetë personale, private, që shpesh nuk dojmë shumë me u dok në publik. Inshallah që më kënë karrierës. Inshallah halo ma shumë këmë e kënë, po gjithsesi kjo pjesa me menaxhu pak fame nuk është që e marrë shumë seriozisht. Në halo dalë me bli buk me pijama. S'ma innocent in gjaz do mos, ka së sot isha kështu me tot frizerkave në përmarket. Nuk e marrë shumë seriozisht. Amo në fillim, kur ka fillu mu transmitu seriali, unë s'kom dalë shumë jashtë, më konë tep që kom nejtë shumë brana, si do mos qatë kohë. Mbi keme dalë te për radhe, kur del shaj, isha fmitu më mbjetën shaj. Që mëra ve këshër kanë, tani mbi ke mirë, po shumë shpesh harroj, veç kur vinë kështu fëmija që kanë qenë me bë foto se diçka që atër mbjetër men që okej, mu se bën ai gjest. Edhe definitivisht kur vinë fëmija, dje që është puna mirë, se unë menoj që ma të sinqert nuk ka, edhe ata realisht e shprehin ato që ka realisht e mendojnë edhe që ty të shohin është ta njëtën reale. Është shumë e vërtet, kam shumë raste me fëmijë që kështu më pasionojnë me pyetje që mi bojnë, e shumë mirë kër e ki dashnin e fëmisë. Kisha pas qef me njës paka shumë si rëfim tonin edhe përderisa kem të full për fëmit, kisha pas qef me di që shukon Venera si fëmi. A ke qenë gjithë kështu e gjallë se neve nuk kështë nga karo me u taku ose diçka, po njerës që kam punu me ty, që i kemi pas të përbashkët, gjithmonë të kanë cilësu si tipi gjallë, tip që sill një energji pozitive dhe që realisht përnajp edhe neve këtu në studio. Faleminderit shumë. Po, jam konë shumë fëmi i gjallë, edhe kur jam konë kështu ma e vogël, si jam fëmi ma, po kam qenë ashtë më do kala si fëmi. Jam konë shumë tipi gjallë, nështë shumë shpesh ka pas raste edhe kur jam bullizu, po qash jam konë interesant si njerë nuk e ku marrë kështu, ja njës me kajt, ja kum këty njerëzve ma keq. Kum bo shumë shere si fëmi, kum pi gaz të lomba. Qysh pine gaz? Ashtu kum pi gaz se im kom fëmi që kum dosh mi bo gjithë senet vetë. Nuk kum shku mi thonë momit, a ma jep dhe ujë se, po kum shku të shpia ogjës, janë konë kitë në bërë të najtë, nuk kum shku mi marra ato shishet e vogla. Nuk e djatë kujtojt, janë konë do lampa në... Po, gjomit kështu. Po, edhe i mëshin me qasi gaz, në doke si ujë, nëse kum dikim, kum shumë e vogla, asë në klasë të parë, edhe kum shku vend si mi thonë momit, po, a ma du ujë se diçka, im shku e kum marrë vetë, kum përpëndu në spital, do me thonë, pas ke qenë pak shere. Shumë shere, po. Qëtarë së më kujtojtë edhe najsena, ma për një me shumë jëmë konë asë njëri që s'kom ditë më tutë. Edhe në fakultet, profesorat ma kanë bo t'i rry me bo me po, dikon t'i dik t'i qatë shkon ishte në butë. Nuk kom ditë kur më tutë. Qa me ndën që t'ka bo në shta që shje? Edhe përmende që ndoshta je bala faqë shpesh edhe me pjesën e bullizimeve ose diçka tjetër, po që ke ditë me menaxhu atë pjesë, pa të rëzu ty? Nuk e di. Shumë shpesh e boj veti që t'pyte, që shku mujtë mi përbalu, qëtash si jam qashto? Ashtë je ma emocional, ja? Ta është janë si koja, ama nuk e di. Nështë ta mami që gjithë ma ka bët ti, ma i mirë. Do me thonë të pas kanë lasdru pak. Po më kanë lasdru shumë.